na kanë akuzuar se nuk e duam Kavajën. Na akuzuan se jemi kënet. Kush është kënet? Lorenza Hoxha, e diplomuar në Angli me medalje ari, një vajzë e re e talentuar, e rikthyer e dashuruar me Kavajën dhe Shqipërinë. Kush nuk e don Kavajën? Arnold Kariqi, qytetari autokton, profesionist dhe gazetari i arrir, i ri, i suksesshëm, i respektuar nga një Shqipëri e tërë e që vjen në Kavaj çdo ditë se nuk i ndahet shpirti. Kush është kënet? Rudin Ylviu, njeriu i ndershëm, sipërmarrës i suksesshëm, familjar i devotshëm, e i respektuar nga gjithë qyteti tërë. Kush është kënet? Eduard Çaça, qytetar i shembullor, sipërmarrës i suksesshëm, i larguar nga vendi për shkak spastrimit të këtyre, zë krenar i diasporës shqiptare. Kush nuk e don Kavajën? Elton Roshi, sipërmarrës i respektuar nga gjithë, der e hapur dhe menaxher i sprovuar, i njohur në gjithë trevën tonë. Kush nuk e don Kavajën? Këta që i hoqën Kavajës gjithçka, i hoqën institucionet, bregdetin, njerëzit, nderin dhe dinjitetin. Këta që duan ta shtyjnë, ta shpopullojnë dhe të ndoshta t'i marrin, t'i shesin pasuritë që i ka falë Zoti Kavajës.